Zoti Ndoja e ka fjalën. Faleminderit zoti kryetar, të nderuar kolegë. E kërkova fjalën jo thjesht për plotësu kolegët se s'kam çfarë t'u plotësoj, po thjesht për të bërë një dy sqarime juridike, po edhe morale personale në raport edhe me shtypin, edhe me opinionin publik, po edhe me kandidatët që kanë marrë pjesë në këtë procedurë deri tani. Së pari, në këndvështrimin tim është vetëm një nen në rregulloren e Kuvendit të Shqipërisë, i cili është akt i cili parashikohet në Kushtetut neni 75, vetëm neni 6 i rregullores që parashikon që kandidatët të cilët përcaktohen nominalisht siç është presidenti i Republikës, mundet që të propozohen vetëm nga një deputet. Pra një deputet ka të drejtën propozimit vetëm një kandidati për kryetarin e Kuvendit. Dhe është neni 6 i rregullores. Po i marr me radhë. Në këto kushte, deputetët kanë drejtë që për mbështetjen e kandidaturave nominale për institucionet pavarur kushtetuese kanë të drejtën të nënshkruajnë për çdo kandidat. Pra deri në këtë pikë gjithë kandidatët ta gjojnë kush më ka ardhur, unë ja u kam nënshkruar, bile është një rast, po ja përmend dhe emrin, nuk e njoh personalisht, më ka shkruar në mesazh një zoj me emrin Biba. Dhe është përpjek të më thotë që komisioni jon pas ka marrë vendim dhe thotë që duhet një deputet të nënshkruajë vetëm për një individ. Në seancën e fundit, zoti Mile, të ma konfirmoj ose jo, zoti Malaj nuk është këtu, mos gaboj kam gjuhë Taulant Ballën, kryetarin tuaj të grupit parlamentar, në një emision televiziv dhe kam diskutuar që çuditërisht jam në të njëjtin mendim juridik me të, vetëm se Taulanti nuk e sqaroi me bazë ligjore. Dhe bëj u them që në kushtetut, në 60 e vijues për avokatën e popullit, edhe në rregullore, ju nuk mund t'i thoni asnjë prej deputetëve që ju nuk mund të mbështetni më shumë se një kandidat. Pra kjo është e gabuar. Dhe ajo ka qenë deklaratë personale juaja si kryetar komisioni dhe nuk ka pas vendim nga komisioni. Tani kthehemi tek pjesa tjetër, e kam për kandidatët këtë gjë. Edhe për Endri Shabanin që është përfolaj shumë që pas kam shtet deputetët e djathtë këto ato. Për mu të gjithë ata që duan të kandidojnë janë të mirëpritur dhe do kenë mbështetjen time personale po të jetë puna për nënshkrim. Të gjithë. Pra, unë nuk mund t'ja mohoj të drejtën kushtetuese për të garuar asnjëri prej tyre kur përmbush kriteret e kushtet e tjera ligjore siç janë arsimimi, aktivitetin në fushën e drejtave të njerëzit e tjera me radhë. Ato kriteri që parashikon ligji. Kthehemi tek situata konkrete reale. Tek situata konkrete reale, ne ndodhemi përpara një fakti. Ne 111 kërkon dhënien e nënshkrimeve në dy faze, jo vetëm fazën e parë kur paraqet dokumentet për të kandiduar, po edhe në fazën e dytë pas dëgjesës publike që vjen radha për t'ju paraqitur në seancë Kuvendit për miratim. Tani ndodhemi përpara fakti tjetër që gjithë anëtarët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike kanë tërheqë nënshkrimet nga gjithë kandidaturat. Po e them publikisht ta gjojnë gjithë, nga pikpamja morale ky s'është akt as burror, as juridik, e imja personale, e maj përgjegjësi për këtë që po them. Por, nga pikpamja juridike tani, ne ndodhemi para i fakti, imagjinoni kodin e procedurës civile, kur një palë që ka bën ankimin, heq dorë nga e drejta ankimit brenda afatit të parashikuar me ligj. Çfarë ndodh në gjykata? Pyetje juridike që mos bëj supozime. Çfarë ndodh kur heq dorë? Atëherë ankimi s'ka vlerë. Dakord? Dhe po e njëjta gjykatë shkallës parë vendos mos kalimin e seancës dhe vendos atë deklarimin. Apo jo, e bën me deklarim që ky ankimi s'ekziston më dhe shkon fare në apel çështja. Kështu që në rastin konkret, pyetjet që lindin janë dy për këtë komision sot para se të marrin vendim. A ka vullnet Partia Socialiste ta marrin vesh dhe shtypi edhe opinioni publik që marrëveshjet e mëparshme parlamentare mes dy forcave, pozit dhe opozit, kanë vendosur që për kryetarin e kontrollit të lartë shtetit dhe avokatin e popullit ky pozicion t'u lihet kandidatëve të propozuar nga opozita? Ekziston kjo apo s'ekziston? Kjo është një deklaratë politike që e keni ju në dorë, meqense jeni mazhoranca, edhe pse kontestuar nga ne për zgjedhje pa ndershme dhe jo të rregullta, të thoni po ne jemi dakord që këto poste ti mbeten opozitës si mas marrëveshjes dhe praktikës parlamentare të mëparshme. Pyetja e dytë, a kemi dijenjë si komision, ju si kryetar komisioni, për faktin që ka ndodhur që ne kemi tërheqë gjithë si Parti Demokratike nënshkrimet? Këto janë dy pyetje që e zgjidhin gjithë kasusin. Pra, juridikisht ne jemi në fazën që nëse ne kemi tërheqë nënshkrimet, automatikisht shumica prej atyre kandidatëve që kanë nënshkrimet tona, që kanë paraqitur
kandidaturën e tyre, nuk janë më kandidatura, atëherë i bie që ne, me qenë se kemi shkel gjitha fatet kushtetuese, kaq vite që ka mandat të zgjatur zonja Ballanca për shkak se kuvendi më parshëm nuk e ka zëvendësuar sipas procedurave, nuk prish asnjë punë, procedurë të përshpejtuar brenda një kohe shumë të shkurtër, të riparaqiten kandidaturat dhe të zgjidhet avokati i popullit. Pra pyetja ime e parë është, a ka vullnetin pozita sot që ta lërë këtë post avokatin e popullit opozitës? Pyetja e parë. E dyta, a kemi dijenin si komision që janë depozituar tërheqja e nënshkrime për kandidatët? Mbashësi kësaj vazhdon dhe mbledhja. Faleminderit.